Si që dhe e patë, Kristi ndodhet në shpellë, me njërë mbas daljes nga muri rrethues i shtëpisë, security e Big Brother e kanë dërguar aty, ai ka folur me vllajën e madh, si që dhe e patë ka shumë i ngarkuar nga të gjitha këto debate. Çfarë do të ndodhë sot me Kristin? Përpara se të shkojmë aty, do doja pak opinionin tuaj. E kemi parë Kristin pjesë të debateve të forta edhe më herët gjatë këtyre 57 ditëve, mirë po këto kanë qenë 4 ditët më të nxehta për të. 2 herë shkëmbim me ujë, Rogerti që vazhdon akoma me atë narrativën që Kristi dihet që është tejet i prekur prej saj, dhe natyrisht kjo betejë që ai do të fitojë me mirin, përsa Koselini thotë që dua që kjo historia që miri ka krijuar i duket e pa përtypshme. Tani, unë mendoj Ledion që loja është bërë e fortë. Dhe sigurisht ka provokime, ka ngarkesat mëdha, por sjelljet e Kristit këto ditë më japin përshtypjen sjelljen e një banori që mund ta mirëkuptoj që duket i lodhur nga situatat, nga tensionet që krijohen brenda shtëpisë. Ama unë dua ta analizoj ftohtë, sepse kjo loja ka akoma kohë, ka dhe 2 muaj. Dhe sjellje të tilla, të përsëritura, sjellje që po bën Kristi këto ditë, më kujtojnë sjellje të përparshme, pamje të para, dhe ajo mendoj që e largon nga tiparet e një pretendenti për të fituar Bigun. Tani, kjo është sfidë e vështirë, dhe sigurisht që mënyra se si ti do reagosh në situata të tensionuara si këto, tregojnë për ty a do e fitosh ti këtë program apo jo? A je pretendent për ta fituar këtë, si do reagosh? Po unë kam përshtypjen që ai është prekur në një gjë që e ka problem. Dhe ai dyshimi gjithmonë që tenton Rogerti bëj për anën e tij seksuale dhe ajo e prek atë. Por unë mendoj që tiparet e një fituesi këtu duken si do reagoj në situata të tilla. Dhe unë mendoj që ditë pas dite, sidomos ditëve të fundit, ai është larguar nga pretendentët për të qenë fitues. Pra, po largohet. A ka një dilemë të madhe me veten? Dua ta lësh shtëpinë, dua ta lësh shtëpinë, dua të fitoj Bigun. Bigu do peshë të madhe ta fitosh, nuk fitohet kollaj. Monika? Duket në gjendje të rënduar emocionale, me sa duket Kristi tentoi një herë do dal shtëpinë, pastaj një herë tentoi nga muri, mendoj që ndoshta edhe sjellja ose edhe rikthimi aty, mendoj që ai mund të ishte shumë i pëlqyer në opinion, dhe mendoj që 2 javët e fundit pasaj filloi të humbiste terrenin, po i rrëshqiste pra në këmbë. Unë kam menduar që ai ndiheshte shumë i sigurt në lojën e vet që bënte individuale, sepse në raste të tilla, duke ardhur dhe duke u ngarkuar loja, presioni, të duhen aleat, dhe pa aleat mendoj që është shumë e vështirë. Ne edhe në një familjen tonë të vogël duam aleat me njëri tjetrin, po themi o fëmin, o nënën, o babain, o burrin, o gruan. Sepse duhet, pa aleancë nuk jetohet dot. Dhe Kristi don të jetonte vetëm dhe nuk mundet do të jetonte vetëm. Dhe u bëhe disa ta herë, po të njëjtën përsëritje, goditja me ujë, atë të tjerat, edhe dilemat që ka. Unë mendoj që Arbri tha nuk e fuqizon. Ti mendon se e fuqizon kjo? Jo, nuk mendoj që e fuqizon, e bën të bezdisshëm. Edhe çështja e seksualitetit që ai e mendon. Nuk mendoj që ajo është pikë dobët për ta. Unë për veten time pikat e mia më të dobta i kthej në armë për të luftuar kundërshtarin. Dhe ai këtë gjë duhet të bëjë. Kjo tregon që është i dobët e Dion. Tregon që është i dobët, sepse gjestet e tilla hypte muri, zbrit, futu mrena, hypte muri, zbrit. Ose mund të ndihet i llastuar. Kjo tregon që është i dobët. Edhe mund të ndihet i llastuar, sepse thotë, këta kanë nevojë për mua dhe unë po bëj këtë se s'kan ku të shkojnë. Që mendoj që është shumë e gabuar, mendojnë që nuk rrotullohet bota rreth Kristit. Njerëzit kanë botën e vet. Kështu që gabojnë ata që mendojnë se bota rrotullohet rreth tyre. Sidoqoftë, do doja të shkonim tani në shpellë, aty ku është Kristi, edhe është interesant krijimi i tij alla Charlie i Castaway me Tom Hanks. Kristi, më dëgjon? Dëgjon. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma gjithëve. Së pari më thuaj si je. Jam mirë, jam më mirë, dua t'i them dhe të parës në nëstime që jam mirë
Nëse është bërë mirak, se pa tjetër. Jam mirë, jam më mirë. Çfarë të bëri Krist që të doje të largohesh nga Big Brother, nga shtëpia? Edhe mendoj që është një akumulimi i të gjithë ditëve që unë kam qëndruar këtu brenda. Thjesht shkëputet në një moment, zgjedh, dua të qëndroj linjës që ti thua që në fillim të programit yje, zgjedh të mos jesh më një yll, po pastaj kupton që është ajo drita, ai shkëlqimi, edhe është ai vendimi që nuk do ta marrësh vetë për atë dilemën që kemi disë të qëndruarit apo të dalurit jashtë shtëpisë. Me njerë pas hetjes nga muri, kemi parë edhe pamjet e shoqërimit nga stafi Big Brother brenda në shpellë, aty ku ke qëndruar deri në këto momente që jemi duke folur me njëri tjetrin. Të qëndruarit vetëm ndonjëherë të ndihmon të organizosh mendimet edhe të kesh një lloj kthjelltësie. Ka ndodhur kjo për ty? Zakonisht aty brenda, unë kur shikoj njëri që është i prekur dhe shikoj që është në atë kalimin mes të qenurit jashtë, po edhe brenda shtëpisë, fjalët e mia janë gjatë gjithkohës mendo se si ti je brenda dhe shif se ti je brenda dhe atë shohin dhe njerëzit e tu jashtë. Më duket se unë kam harruar këtë, t'ja them vetes time, duke ja thënë gjithë, po si ja kam thënë vetes. Patjetër, janë ato luftrat që aty në shtëpi kemi gjithë banorët dhe gjatë gjithë kohës je i shkrirë duke menduar vetëm për ato lloj luftrash dhe harron atë të qetësosh dhe të balancosh dhe të ndeshësh kundërshtarin atë që ke luftën më të madhe këtu brenda kësaj shtëpie. Është lufta me veten. Të qëndruarit vetëm ma dha këtë mundësi që të kisha ato luftën me veten time, me të brendshmen time, që i kam pasur këto ditë dhe kam zgjedhur të mos i ndeshja me njëri tjetrin ato mendimet, ato ndjesitë brenda vetes. A ka diçka për cilën të vjen më shumë keq? Patjetër më vjen keq. Më vjen keq se përpos familjes është një vendim që i mat nuk ka qenë shumë dakord në fillim dhe unë nuk mundova shumë që e doja shumë Big Brotherin. Pastaj për publikun, është ai që të bën, unë e di rëndësinë e publikut dhe sa i rëndësishëm është për mua. Më bëri të isha i Kristi derisa më erdhi momenti dhe unë bëra aq sa të më jepej mundësia për të qenë këtu brenda. Më vjen keq për gjithë rrugtimin që ka parë tek mua deri në këto momente që unë vendosa të zgjidhja vetë këtë që zgjodha të largohesha. Nuk do doja që të vetëm për hatër të kësaj, për hir të kësaj gjëje, duke ditur rëndësinë e publikut, duke e ditur, e kam përjetuar, e kam në lëkurë, duke më marrë dhe aq thjesht sa unë e kisha të dëshirën e madhe për t'ju futur muzikës, se me atë e kam nisur dhe prej aty jam këtu sot. Spikati mori rriti deri në atë farë pike, derisa më erdhi kjo mundësi, pa një anë tjetër timen, do më vinte keq që të ikja në këtë farë forme? Kristi, do më duhet ta bëj këtë pyetje. Duke patur besimin që natyrisht të qëndruar në një qetësi ka një lloj reflektimi dhe vlerësoj faktin që në çdo rast për shkakun e gjithë rrugtimit respekton publikun përpara gjës tënde personale. Kjo është diçka që vetëm artistët e skenës mund ta bëjnë, pra që autosublimohen për t'i lënë publikut vendimin për ta në një kuptim. Big Brother është ky dhe Sovrani është kjo është e gjithë ndërtimi. Do më duhet ta bëj këtë pyetje sepse kjo është një pyetje që
është aty, edhe nuk do e bëja punën time mirë nëse nuk do ta kisha bërë si pyetje. Duket sikur loja jote deri më tani ngjan si një shëmbylltyr e atyre që kanë qenë më parë në Big Brother. Pra, si një lloj imitimi i gjërave që i kemi parë. Hedhje nga muri, lagje me ujë, lojrat caktuara, jo po unë do dal nga shtëpia, po jo po do rikthehem prapë, etj me radhë. E ke menduar ndonjëherë këtë? Po, duke parë në fakt Big Brotherin me nominimet, edhe kjo i bie që është një imitim gjatë kohës që të gjithë Big Brother të janë një pas një dhe bëjnë nominimet, Ledian duhet kuptojmë këtë. Ndoshta ashtu duket nga jashtë, edhe unë kur i shikoja nga jashtë, kur kam qenë publik dhe kam ndjekur Big Brotherin, i kam pasur këto mendime, po çfarë janë këto që po bëjnë, po çfarë janë këto veprime, po pse vepron kështu, po ai kupton çfarë është duke bërë, po s'më pëlqen, po më duket i gjë e vogël, është ndryshe ti ashtu brenda. Shikon, është ai filli që kputet dhe ti nuk di të marrësh më vendimin dhe të logjikosh më kaq shumë. Kalon ato limitet atë vijën e kuqe sa shikon gjithmonë për zgjidhjen për t'i larguar, për gjetur zgjidhjen më të afërt, për të vepruar ndoshta ndonjëherë për shembull për hidhjen nga muri. Okej, po ideja është që e shikon si gjën më të thjeshtë për të zhdukur, për ta lënë pa të largohesh edhe pa një shpjegim, pa një ballafaqim edhe me veten tënde në radh parë. Thjesht do të mbaron aty. A këtë mendon si zgjidhjen duke pasur akumulimin e kaq ditëve me radhë. Për gjërat e tjera, pjesën e lagjes, pjesën ndonjëherë arrin një limit sa nuk di më si të veprosh dhe ha veten me dhëmb se kush e di çfarë të bëjnë të dalësh nga vetja, patjetër. Unë nuk jam ai që as jashtë që të prek me dorë dikë, që të dhunoj dikë. Nuk e kam bërë dhe nuk kam për ta bërë kurrë. Ama këtu brenda e shef si një mënyrë dhe jo pikërisht kam zgjedhur ujin, lëng. E shikon si një mënyrë që ndoshta edhe me një veprim e shpreh dhe atë çfarë në brendësinë tënde ke në atë moment dhe të bëjnë të ndjesh apo të shpërthesh kundrejt tyre në atë moment. Unë e kam parë ujin si një nga ato 4 elementet bazë të jetës, e kam përmendur pse e kam përdorur këto në 2 rastet e fundit. Ndoshta edhe do flasim për këtë më vonë. Por e kam parë si nuk janë sheqer që të shkrinë nga uji, nuk mendon se i ka gjetur njerëzit në një gjë pse u lagën në. Po, në rastin e Rogertit ke thënë që e përdora ujin për të priftërin me ujë bekojnë, kështu që mund ta marrim si dhe një bekim. Unë e kam parë, do flasim për rrugtimin e Rogertit dhe marrëdhënien time me të gjatë kësaj periudhe? Jo, në kuptimin që, domethënë, në reagimin që patën ndaj Rogertit dhe Mirit, hedhja e ujit nuk është, pra nuk mund ta paralelizoj me atë që ti thea, pra nuk është një diçka që ndodh në kish me bekimin e dikujt. Pra ka një është një veprim që mendoj nuk ka të krahasuar pikërisht me atë që ti the. Pse me Rogertin e ke thënë që doja të fikja zjarrin. Me rastin e Mirit, domethënë pse ishte përdorimi i shishet uji, lagjes me ujë. Ka të bëj me gjithë marrëdhënien time, se nuk ka të bëj vetëm me një veprim, Ledion. Nuk ka të bëj vetëm me atë momentin aty. Ka të bëj me gjithë marrëdhënien që ka qenë ndërtuar në kohë. Unë e kam thënë, e kam stërthën, do vazhdoj ta them dhe ta stërthem kudo që t'jem për lojën e atij njeriu këtu brenda. Ka qenë një ndër lojat më të shëmtuara, më të shpifura që unë kam parë ndonjëherë në historinë e Big Brotherit. Të luash me këtë lloj karte duke kategorizuar i herë dhe duke ndërtuar një marrëdhënie baba-bi dhe duke vazhduar i mëshuar kësaj dhe duke bërë veprime që insinuojnë edhe më shumë për këtë marrëdhënie dhe pasi e prek arrin fundi, shkon ka një gjë, mundohem të shkrijem dhe të futem dhe në lëkurën e gjithë secilit për të përjetuar atë që ata janë duke luajtur ndoshta këtu brenda, po dhe duke janë përjetuar këtu brenda, se në tërësisht një përjetim e gjithë kjo lojë. Dhe çfarë ndodh? E mora me mend, e kuptova që ai njeri preku fundin ishte nuk kishte më çfarë të bënte, donte
ta shuante edhe ai gjithë këtë rrugtim dhe gjithë këtë çka kishte ndërtuar këtu brenda. Por çfarë vura re? Me të patëm një bisedë shumë mendoj shumë delikate midis nesh, ndoshta mund të jemi vetëm këtu që Miri për shembull ka lotuar në një bisedë, pavarësisht se ka qenë kjo marrëdhënie, dhe kur ndodhin gjithë këto gjëra, ti absolutisht fillon dhe e shikon ndryshe këtë lloj marrëdhënie që ky njeri, okay, ka prekur fundin. Po çfarë ndodh? Pas ardhjes së kësaj gjëja e parë që ndodh është që ai vin këtu dhe i thot kujdes, përsëri vazhdon me atë lloj marrëdhënie duke pasur dhe duke kaluar fundin. Dhe çfarë ndodh më vonë me atë që unë marr vesh, ndodh ajo gjë që i atakohet prapë dhe i thot asaj gocës ti ke fjetur me mua. Vetëm këto kanë të gjitha bashkë. Dhe në bisedën që unë pata me atë tek dhoma e Grimit, mos gaboj aty kemi qenë. Po, aty po. Ka qenë një delir, ndoshta për të thënë që këtu jam unë. Po, e kemi parë. Dhe doja të tregoja këtë gjë që ti nuk e këti luftën këtu më të madhe e ke me veten. Me thënë mua nuk më tundon ose nuk më frikson kundrejt teje, por që arri edhe guxoj, edhe bëj, se edhe po atakohesha për këtë pjesën që unë e kisha bërë këtë veprim përpara me Rogertin, ë. Dhe kjo ka ndodhur, por në fakt ndodhi edhe kjo gjë. Për të treguar dhe ai se kush është. Dhe në këtë të bëj një pyetje. Më fal ta mbaroj këtë, të lutem. Jo se e kam të pamundur për isha unë që u laga. E qartë, po e kam të pamundur për çështje kohë. Të bëj një pyetje. Ti do të vazhdosh të qëndrosh në Big Brother? Duke parë gjithë rrugtimin tim, çfarë kam bërë deri më sot, unë nuk kam qenë jashtë ta shikoj, mund të ndjej këtu brenda. Por nuk e di se çfarë, në moment nëse publiku ka parë dhe e ndjen dhe do që unë qëndroj këtu brenda, jo vetëm për hir të kësaj që ka ndodhur apo të këtyre që unë po them tani, por dhe për hir të asaj që ka parë, duke përfshirë edhe këto veprime ndoshta dhe të nxituara nga ana ime se edhe gaboj, patjetër. Ti vet, hiqe publikun, hiq konkurrentët. Unë përderisa jam këtu, dua. Okej. Derisa po qëndroj tani këtu, por siç ta thash dhe që në fillim, unë zgjodha të mos jem më një yll, por nuk kam akoma dritën. Është publiku ai nëse do vendos, mendoj, nëse do ketë, që unë ta kem këtë dritën dhe të nis prap të ndriçoj atë ditën time këtu brenda, apo të shuhet komplet dhe unë të dalë sonte jashtë. Atëherë, Kristi, vllai i madh të njofton se për ty, siç ti po e thoje, të jetë publiku ai që të vendos nëse do të rikthehesh në shtëpi apo jo. Dhe kjo është mundësia e fundit që vllai i madh të jep. Në këto çaste, unë do të hap një televotim flash, hapim zyrtarisht televotimin. Dhe pyetja për publikun është, a doni të riktheni Kristin në shtëpi? Po, votoni nëse doni që të hyj brenda shtëpisë së Big Brother, ose jo nëse nuk doni që ai ta ketë këtë shans. Vllai i madh të njofton se edhe në rast të rikthimi Krist, ti humbet të drejtën për të qenë lider, për të zgjedhur lider, për të përfituar avantazhe të tjera në lojë dhe gjithashtu të drejtën për të nominuar. Okej. Pse duhet të rikthehesh? Nëse është parë, Çfarë do t'i thuash publikut, do thotë? patjetër që këto janë gabim, por disa veprime po, mendoj që janë gabim, ndoshta nuk duhet i kisha bërë, jo ndoshta, po nuk duhet i kisha bërë. Por s'dua të tregoj vetëm atë anë që bardhë zi, ashtu si unë pikturova pikturën time. Okej. Në fakt, ishte shumë e zezë me pak të bardhë. Të uroj fat, Krist. Mbyllim lidhjen me shpellën dhe shkojmë në living.